Të dashur qytetarë të Republikës Shqipërisë, qytetarë Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë, jemi këtu sot përpara institucionit më të lartë të kombit tonë, Presidentit të Republikës, për të kërkuar në mënyrë institucionale si koalicioni shqiptar pro familjes edhe jetës mos dekretimi nga ana e Presidentit të ligjit famkeq anti-kushtetues, anti-familje, anti-liri, anti-zot, ligjit që fatkeqësisht kaloi nga majoranca në Parlamentin e Shqipërisë me 77 vota, ligji për barazinë gjinore. Presidenti është hallka e fundit i cili institucionalisht ka të drejtë të mos dekretoj këtë ligj. Pra, sjellim përpara tryezës presidenciale një kauzën e familjes, kauzën e Shqipërisë. President mos dekreto ligjin anti-familje, anti-liri, anti-zot, ligjin për censurën, ligjin për dehumanizimin e shqiptarëve, ligjin i cili do të indoktrinoj fëmijët shqiptar nëpërmjet ideologjisë gjinore në shkolla. Më lejoni që të lexoj shkurtimisht përmbajtjen e kërkesës tonë si koalicioni shqiptar për familjes edhe jetës për mos dekretimin e ligjit për barazinë gjinore. I nderuar President, me anë të këtij dokumenti, koalicioni shqiptar pro familjes edhe jetës paraqet përpara jush sot kërkesën për mos dekretimin e ligjit që cënon kushtetutën, familjen, të drejtën natyrore të shqiptarëve të miratuar në kuvend në datën 6 nëntor të vitit 2025. Ky ligj në formën që ka synon promovimin e një ideologjie të huaj të caktuar që cënon në mënyrë të drejtë për drejtë sovranitetin e vendit, shkel rendin kushtetues, parimin e lirisë së ndërgjegjes, lirinë e shprehjes dhe identitetin biologjik e natyror të njeriut. Ja ku janë 30 arsyet përse ligji për barazinë gjinore nuk duhet të bëhet kurrë ligji shqiptarëve dhe ligj në Shqipëri. Së pari, sepse bie ndesh me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, sepse nuk është për afrim, por largim nga Bashkimi Evropian. Kurrë nuk ka qenë një kërkesë e Bashkimit Evropian miratimi i këtij ligji nga Parlamenti i Shqipërisë, sepse 21 shtete të Bashkimit Evropian e kanë refuzuar këtë model, sepse edhe gjykatat më të larta perëndimore kanë refuzuar këtë ideologji, sepse ligji rrezikon raportin e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është shumë e rëndësishme për ta theksuar, sepse cënon familjen, themelin e shoqërisë, sepse cënon të drejtën natyrore të prindërve, sepse imponon kuota të detyruara gjinore jo mbi gjini, por mbi ideologji, mbi institucionet publike dhe private, sepse zëvendëson meritën me ideologjinë, sepse i kthen institucionet publike në zyra propagande ideologjike, sepse bie ndesh me kodin e familjes, kodin civil dhe kodet e tjera në Republikën e Shqipërisë, sepse cënon lirinë e shprehjes dhe të medias, sepse vendos censurë mbi fen, mbi lirinë e ndërgjegjes dhe mbi lirinë e fjalës, sepse përmbys parimin e drejtësisë, duke vendosur barrën e provës tek i akuzuari, sepse shkatërron arsimin dhe edukimin shkencor, sepse kthen universitetet në qendra propagande, sepse shkatërron drejtësinë, sepse shkatërron drejtësinë në sporte, sepse rrezikon shëndetin dhe sistemin shëndetësor në Shqipëri, sepse përmbys rendin moral dhe kulturor shqiptar, sepse krijon kaos social, ligjor dhe institucional, sepse vendos një standard të rrezikshëm për censurën shtetërore, sepse krijon ndarje artificiale të imponuar në shoqëri, sepse cënon sovranitetin ligjor dhe identitetin kushtetues të shtetit, sepse ligji është miratuar pa konsultim të vërtet publik, sepse është në kundërshtim me interesin qytetar, publik dhe stabilitetin moral të vendit, sepse kërcënon harmoninë dhe bashkëtesën ndërfetare dhe qytetare, sepse e vendos Shqipërinë nga demokracia drejt totalitarizmit ideologjik, sepse është ligj kundër vetë njeriut dhe pika e 30 e kërkesës tonë për mos dekretimin nga ana e Presidentit të Republikës zoti Bajram Begaj të këtij ligji është kjo, sepse shkel parimin e proporcionalitetit dhe racionalitetit të ligjit. Për të gjitha këto arsye, sot kemi bashklidhur dokumentin e detajuar me 30 arsyet sepse ligji për barazinë gjinore nuk duhet bëhet kurrë një ligj në Shqipëri. Koalicioni Shqiptar pro familjes edhe jetës është i përgatitur që këtë ligj ta dërgojë në gjykatën kushtetuese. Këtë ligj ne ta çojmë më tej në referendum mbar popullor.
jemi gati të paraqesim Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore kërkesën tonë zyrtare për të hequr pengesat teknike të organizimit të referendumeve. Shqiptarët duhet ta dinë që ka pengesa teknike për organizimin e referendumeve në Shqipëri. Me këtë rast kemi mundësi që të risjellim pushtetin, përgjegjësinë tek qytetarët. Qytetarët kanë të drejtën e tyre përpara Zotit dhe përpara rendit kushtetues që të marrin në dorë fatet e tyre nëpërmjet referendumeve. Nëse së bashku me ju, Zoti President, ne së bashku me ju, Zoti President, duhet ta fitojmë betejën për familjen, për fëmijët dhe për sovranitetin e Shqipërisë. Kjo ishte deklarata që ne sapo kemi bërë përpara institucionit presidentit, duke ndarë me gjithë ju dhe gjithë shqiptarët, jo vetëm në Tiranë, por kudo në gjithë Shqipërinë, që këtë të shtunë, në orën 10:30 paradite tek sheshi Skënderbej, Koalicioni Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës thret gjithë patriotët, të gjithë adhetarët, të gjithë qytetarët, musliman, të krishterë, teist dhe jo teist, nënët dhe baballarët, ata që janë antar partije në një parti të caktuar, që aderojnë në një parti të caktuar, por edhe ata të cilët besojnë në disa vlerat që duhet të mirë përfaqësohen, të mblidhemi së bashku në protestën të titulluar Mos ma prek familjen. Pra ftojmë të gjithë qytetarët e Shqipërisë në protestën mbarkombëtare të organizuar nga Koalicioni Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës dhe nga adhetarët të vendit tonë, ditën e shtunë në orën 10:30 tek sheshi Skënderbej. Do të mblidhemi për të tubuar dhe për të protestuar kundër ligjit për barazinë gjinore dhe përtej askush dhe asgjë. Asnjë agjende huaj nuk ka të drejtë që të vendosi duart brenda interesit më të lartë të familjes që janë fëmijët, brenda interesit qytetar, që është vetë qyteti, është familja, është e ardhmja jonë. Ju falenderojmë nga zemra. Kohët e fundit media jemi njohur me një rast i cili ka pranuar që kanë marrë hormone mosh adoleshente nga ana e aktivistëve të Komitetit LGBT+. Ndërkohë edhe aktivistë të tjerë kanë publikuar ose kanë dalë foto që antarët e tyre kanë bërë le të themi konsultime në ambientet e shkollave apo gjimnazeve. Mbi këtë, mund kemi një lloj palishmërie apo është një lishmëri sa i përket kontaktit të aktivistëve me adoleshentët? Shikoni, nëse këto fakte të cilat janë komunikuar në agorën e debatit publik në emisione televizive janë çështje të cilat janë vërteta, këto natyrisht duhet të tonë nga Prokuroria e Tiranës. Unë personalisht në një emision televiziv kam bërë thirrje policisë shtetit që të marrin në mbrojtje personin Irsidin e vetëquajtur me emrin Luana. Pasi deklarimet e këtij personi janë deklarime që meritojnë realisht që të merret në mbrojtje dhe Prokuroria e Tiranës duhet nisë një hetim. Nëse këto janë vërteta dhe Irsidi është duke treguar të vërtetën, imagjinoni nëse këto ka ndodhur në Shqipëri, ende pa u miratuar një ligj i tillë, çfarë do të ndodhë me fëmijët tanë pasi ky ligj të dekretohet. Kjo është arsye pse jemi këtu që Presidenti i Republikës të mos ta dekretojë këtë ligj. Ju falenderoj juve.
O, lat. Kemi për të diçka. Një plan për protokoll. Vetëm një plan. Ky është dokumenti tashmë i protokolluar nga institucioni i Presidentit të Republikës. Ky është dokumenti i protokolluar tashmë në institucionin e Presidentit të Republikës mbi 30 arsyet pse zoti President nuk duhet të dekretojë këtë ligj. Të shtunën dhe një herë të shtunën ftojmë të gjithë qytetarët e Shqipërisë në marshimin për jetën, një protestë e cila vjen nën logon Mos ma prek familjen. Ftojmë gjithë qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë që të jenë bashkë me ne. Faleminderit.